Po presim ndryshim qëndrimës për shkak se është shumë e rëndësishme konstituimi i kuvendit. Edhe ne për shtetorët e Republikës është e parashtyshme për secilin deputet që quhet veshet ndrejset vjen kuvend të Republikës edhe nuk ja leshej. Nuk voton as për, as kundër, as nuk abstenon. Për neve si parti fituese e zgjedhjeve, ata po thonë përgjegjësia më e madhe na bie neve. Si përgjegjësi më e madhe na i kemi 57 deputet që votojnë. Atëherë ma tregoni pse veç 4 deputet të opozitës nuk janë pro konstituimit të kuvendit. Atë që përgjegjësia jonë më e madhe po që 57, e 4 tjerë do të më urdhë s'po pe opozitës 4 deputet të jenë të përgjithshëm për me kalu këtë ngërsh të konstituimit të kryesisë së kuvendit. Kështu që për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme që kur të vish si deputet të du të me votu dhe që është puna se cilë deputet. Apo do një më bu kuvend, shqipe se linje... A banë më lërë më cilët medium jete? Raportë një sekonde. Pyetja jote? Shqipe se linje, nëse del. Na e kemi kandidu Albulena Haxhiun. Nuk ka vërejtje kërkush as për juve, as për qytetarëve për Albulena Haxhiun. Është e pa arsyeshme me dol me të qëndru kundër. Unë mendoj që opozita do të merujt këtë energji kundër Serbisë, jo me luftu Albulenën. Kryesia e kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, LDK-s dhe dy anëtarëve të komuniteteve pakicë. Pra, kushtetuta e ka caktu që kryesia e kuvendit i takon krejve bashk. Te qeveria ka thonë fituesi i ka 2 ofdet afat për mi bo numrat. Nëse si ban, i kalon personit të dytë. Prandaj, për neve është me rëndësi kush është bllokuesi. Unë pra po tham, si deputet e lëvizjes vetëvendosje, unë kom ardhur edhe po votoj për. Apo votoj. Po tash qytetari ndeshkon ato që nuk voton, jo ato që voton. Unë besoj që këtë ndodh. Po nas do të mi prit. Pyetja është mja bo opozitës pse jeni të ardhur kur zvotoni as për as kundër as abstenoni. Cili është roli i deputetit që vjen këtu, quhet mëngjes edhe nuk voton. Edhe jena të fol për komisionin. Këtu as komisioni s'u kalu. Prej para 48 orëve, është ndërmarrë ndajve prej lëvizjes vetëvendosje që më u parafru me dikën që më mund me gjithë një zgjidhje. Po, do më thonë, une tash jo 48 orë, po më tham, rrafsh para seancës, po i baj thirrje gjithë deputetëve të opozitës për me votu dhe me kalu këtë ngërç, për shkak se kryesia i kuvendit na takon krejve. Po, une, qysh edhe pibani publiki ju lojmet, ku na po diskutojmë në kuvendit Republikës. Unë i baj thirrje çdo herë sa të vi, edhe Besionit, edhe Arben Goshit, edhe i baj thirrje tash edhe piktuit gjithë deputetët të opozitës për me votu. Për shkak se është e parashtyshme, unë di që janë fut me një udhë pa kry, njëjtë për m'ja kujtu juve të verifikimi mandateve ku patën hi pa kry aty edhe pastaj ndërru mendim. Unë mendoj nuk ka morë me ndërru mendim, është morë me qëndru në pozitën që jemi, edhe e vetmja pyetje që s'pja bani është LDK-ja, a ka postu me 8 prill dhe ka thonë që na nuk do ta pengojmë konstituimin e kuvendit. Pse s'pja bani pyetje Lumirit, pse ke rrejt atëherë? Pse tash ti pe bllokon? Pyetja, me këto zhvillime globale, a hiç nuk pjaunin me konstitut kuvendin? Qysh bre, shkon kjo fillë s'pjavnin. Iranin po do me lidh me kuvenda, kush s'është? Po kujna s'pjavnin? Ane, s'pjavon pyetjen vetit. Po unë jam të votu. Po jam të votune. Apo votoj unë për? Po e kena zgjidhjen apo votojna për? A është pyetja, vish po ta pyetjen. Jo besoj është punë noti. Na kemi propozimin ata kanë neve. Kushtetuta ka thonë, kur ju ka rro këtyne taman, e ka ndrejsh vetit. Tash neve për na bjen propozimi dhe akt gjykimi gjykatës thotë propozimin me bo lëvizja vetëvendosje. Na e kena propozu. LDK-ja ka dol ka thonë një më herët që na nuk do ta pengojmë konstituimin. Tash kush do të e pengu konstituimin? Jo të gjithë. Ti ose s'kupton ose s'marr vesh këtë punë hiç. E çysh e pengojnë që votoj për, a? Është njëjtë, po mos ngam. A është njëjtë sigurisht që votoj për sigurisht që ka thonë votoj edhe pastaj s'po voton. Kush do të rrajt këtu? Është njëjtë. Faleminderit. Domethënë a thove nuk është njëjtë. A pse që vetë e gjetë vetën rran? Po e gjetë vetën rran. Është të mund shumë e fol edhe pyetën një